Shqipëria ka reaguar për deklaratën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Tiber, si dhe për përfshirjen e ekspertëve dhe institucioneve serbe në shqyrtimin e një mundësie të tillë. Përmes një reagimi në rrjetin social X, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha theksoi se një ndërhyrje e tillë nuk mund të konsiderohet si çështje e brendshme e Serbisë, pasi lumi Tiber është pjesë e një sistemi ujor ndërkufitar dhe çdo ndryshim i rrjedhës së tij mund të ketë pasoja edhe për territorin e Kosovës. Ndryshimi i rrjedhës së një lumi që përbën pjesë të një sistemi ujor ndërkufitar nuk është një çështje thjesht e brendshme apo një vendim që mund të merret në mënyrë të njanshme, veçanërisht kur pasojat e tij prekin drejt për drejt territorin, mjedisin, sigurinë ujore, furnizimin me ujë dhe jetën e qytetarëve të një vendi tjetër, tha ministri i jashtëm Ferit Hoxha. Ministri u referua edhe detyrimeve që burojnë nga e drejta ndërkombëtare për përdorimin e ujrave ndërkufitar, duke theksuar se vendet duhet të bashkëpunojnë dhe të konsultohen për çdo masë që mund të shkaktojë pasoja për një shtet tjetër. E drejta ndërkombëtare e ujrave është e qartë në këtë drejtim. Parimet e përdorimit të drejtë dhe të arsyeshëm të ujrave ndërkufitare, detyrimi për të parandaluar, kontrolluar dhe reduktuar dëmet ndërkufitare, si dhe detyrimi për bashkëpunim, shkëmbim informacioni dhe konsultim për masat që mund të kenë pasoja ndërkufitare, janë pjesë e standardeve të konsoliduara të së drejtës ndërkombëtare. Serbia është pale e konventës së UNECE për mbrojtjen dhe përdorimin e ujrave ndërkufitare dhe liçeneve ndërkombëtare që prej vitit 2010 dhe ka pranuar edhe mekanizmat e saj për zgjidhjen e mosmarrveshjeve, thot ministri. Ai shtoi se Shqipëria pret që Serbia të respektojë detyrimet e saj ndërkombëtare, si dhe parimet e fqinjësisë së mirë. Sipas tij, çdo ndërhyrje që mund të ndikojë në ujërat që prekin Kosovën duhet të bëhet në mënyrë transparente dhe mbi bazën e vlerësimeve shkencore. Në reagimin e tij, ministri i jashtëm shqiptar e bëri të qartë gjithashtu qëndrimin e Tiranës se burimet ujore nuk duhet të përdoren për qëllime politike apo si mjet presioni ndaj Kosovës. Uji nuk mund të përdoret si instrument presioni politik, dhe si mjet për të ndëshkuar një vend apo një popullsi tjetër. Shqipëria mbështet fuqimisht të drejtën e Kosovës për siguri, zhvillim të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e burimeve të saj ujore. Ne besojmë fort dhe presim që çështje të tilla të trajtohen përmes dialogut, bashkëpunimit dhe standardeve europiane, jo përmes kërcënimeve apo ndërhyrjeve e veprimeve të njanshme, thekson Hoxha.